Qëllimi është që njoftojmë që nesër nga ora 10 deri në ora 12 do të ketë një protestë, do të ketë mbyllje të hyrjeve dhe daljeve të rrugëve të kryeqytetit të Prishtinës, si hapi i parë për ta shprehur pakënaqësinë tonë me daljen në tregun e hapur. Nuk jemi kundër daljes në tregun e hapur, mirë po kërkesa e biznesit ka qenë që të kemi një periudhë të tranzicionit që të përgatitet së pari tregu i cili nuk është i përgatitur, dhe së dyti që bizneset të përgatiten për me dalë në tregun e lirë, që të mos ketë efekte negative ose pasoja si për biznesin, si për ekonominë e vendit. Deri më sot jemi mundu që t'japëm rrugë dialogut, kemi dërgu shkresa, kemi pas shumë takime, mirë po nuk kemi hasër në mirë kuptim për të na leju një fazë të tranzicionit për të mirën e biznesit, për të mirën e ekonomisë së vendit. Vendet ku nesër ne kemi planifikuar që të kemi protestë janë 4 lokacione. Lokacioni i parë është Veterniku, rrugat që vjen prej Gjilanit, Ferizajt dhe Prizrenit, prej Veternikut të poshtë, rrethi Flamurit. Lokacioni i dytë është te Dugagjini centër rrethi dhe që shkon ka Fush Kosova. Lokacioni i tretë është rruga prej rrethit prapë të Dugagjinit centër, po që shkon për Mitrovic. Dhe lokacioni i katër është rruga që vjen prej Podujevës te Sharbanët. Këto është kërkesë unanime e biznesit që me fillua me protestë. Kërkojmë prej institucioneve të vendit që t'ulëm ta modelojmë fazën e tranzicionit që mos ta dëmtojmë biznesin dhe mos i dëmtojmë ekonominë e vendit. Si do me tregtisë që nga fillimi e kemi kundërshtu këto dhe kemi përdorur të gjitha metodat e komunikimit për që mos vije deri te ky vendim. Ky vendim është shumë i shpejt, shumë i ngutshëm, i pa analizuar dhe do të shkakton dëme të jashtëzakonshme edhe te biznesi, po edhe te punëtorët, po sidomos edhe te rritja e çmimeve që do të afektojë. Kështu që ne po shpresojmë që do të edhe pse kemi pas takime të vazhdueshme, dje kemi pas takim edhe me qeverinë, që do të ndërprejnë dhe do të ndalohet ky vendim, edhe pastaj do të ulemi, do të ketë një shtyrje dhe ulemi ndryshimin e politikave dhe pastaj i dalim. Nuk jemi kundër daljes, po jemi kundër vendimit shpejt që do të dëmton jashtëzakonisht biznesin.